pra të nderuar miq, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lili në kanalin Monitor TV për të ndarë me ju lajmet më të fundit. Pas vdekjes së këngëtarit Shpat Kasapit, siç duket, këngëtarët tashmë ka nisur një luftë apo artistët ka nisur një luftë mes veti, duke goditur artistët të cilët nuk mbajtën qoftë as një minutë heshtje për ndrimin e jetës së kolegut të tyre. E fundit që ka ndodhur në median Ros, Adelina Tahiri ka goditur Adelina Ismaili më fakni, sepse pikërisht në natën kur u transmetua lajmi që Shpat Kasapi ka ndruar jetë, ka qenë ora sinqerisht 10 e mëngjesit, do me thënë Adelina e kishte koncertin në mbrëmje. Adelina Ismaili, sipas Adelina Tahirit, nuk ka mbajtur as edhe një minutë heshtje. Tahiri thot kështu: mbajtja e një koncerti në ditën e ndarjes nga jeta të këngëtarit Shpat Kasapi e ka vënë këngëtaren Adelina Ismaili në qendër të kritikave edhe nga kolegët e saj. Publikisht për këtë është shprehur këngëtarja nga Maqedonia e Veriut Adelina Tahiri, e cila pasi përgëzon adashen e saj për arritjen në karrierë, shprehet se minimumin që mund të bënte Ismaili ishte mbajtja e një minute heshtje në nisje të koncertit të 40 vjetorit të karrierës së saj. Tahiri theksoi se edhe pse nuk ishte e nevojshme të anulohej koncerti, pritej një gjes minimal nderimi për artistin e ndjerë. Ajo deklaroi: unë përgëzoj për arritjet dhe sukseset, por atë natë në koncert ishte dash të mbaj të paktën një minutë heshtje, ose thotë një fjalim të shkurtër. S'po them ta anuloj koncertin komplet, por të kishte vetëm diçka aty. Kritika e Tahirit u shpërsua më tej kur e konsideroi mungesën e reagimit si një veprim të papranueshëm moral për një artiste të nivelit të Adelina Ismailit. E mjerueshme që nuk e ka kujtuar fare, thot. Tahiri përfundon duke theksuar rëndësinë e solidaritetit në komunitetin të muzikës. Deri më tani Adelina Ismaili nuk ka reaguar publikisht ndaj këtyre kritikave, duke lënë vend për spekulime dhe debate mes fansave dhe mediave. Ky incident ka rikthyer në vëmendje etikën e përgjegjësisë së figurave publike në momente të dhimbshme dhe ngjarje tragjike, duke nxitur një diskutim të ngjyrë mbi respektin dhe kujtimin e artistëve të ndjerë. Ditën e ndarjes nga jeta të Kasapit, Ismaili mbajti koncertin e saj në Prishtinë, ku nderua dhe nga presidentja e vendit Vjosa Osmani për kontributin e saj në muzikë. Domethënë, pa marrë parasysh që Adelina kishte 40 vjetorin të cilën dua ta përgëzoj dhe ta uroj. Adelina, sipas Adelina Tahirit, nuk bëri as një minutë heshtje, por unë e di që Adelina më pas, domethënë, ka folur në intervistën që është dhënë, në intervista që ka dhënë për mediat pas koncertit. Adelina Ismaili ka folur për Shpat Kasapin dhe i ka thënë fjalë të ndjera, por normalisht në shenjë respekti të emrit të tij, të personalitetit të tij, të njeriu që Shpati ishte për kontributin në fakt që ai ka dhënë në skenën muzikore për vite të tëra, për dekada të tëra. Duhej patjetër që të mbahej një minutë heshtje teksa po realizohej koncerti Adelina Ismailit.